Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Moderatorja ngrin në studio. Telefonuesja, kam 6 fëmijë dhe burri fle veç. Një nënë e 6 fëmijëve tronditi studion në një emision, teksa tremboi se prej 6 vitesh fle ndar nga bashkëshorti. Ai rrëfeu se qëndron në një dhomë me fëmijët, ndërsa burri fle veç për një arsye të dhimbshme. Kam 2 dhoma, unë fle me kalamajt dhe bashkëshorti vetëm. Ai vjen i pirë tap dhe nuk dua as puthje në sy të fëmijëve, tha ajo gjatë telefonatës live. Moderatorja Katerina Trungu mbeti e prekur, madje për një moment humbi fjalën, ndërsa gazetarët në studio diskutuan ndikimin që sjell mungesa e dashurisë dhe sjelljet e gabuara të prindërve në sy të fëmijës. Telefonata u kthye në një nga momentet më të komentuara të emisionit për shkak të realitetit të vështirë që shumë gra zgjedhin ta heshtin.